në arkivat e heshtura të Evropës. Në sirtarët e pluhurosur të bibliotekave të shekujve, fshihen dëshmi të çmuara që mund të ndryshojnë mënyrën si e shohim historinë tonë kombëtare. Një nga këto dëshmi vjen nga një libër i rrallë i botuar në vitin 1551 nga një aristokrat bizantino-italian, Andrea Comneno. Në faqet e këtij libri gjendet një fjali e vetme, por me peshë sa një kapitull i tërë historie. Një fjali që hedh dritë mbi origjinën e nënës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nëse e do historinë e vërtetë të shqiptarëve, pëlqeje këtë video, abonohu në kanalin Histori Epike dhe ndiz këmbanën për të mos humbur asnjë video. Çdo klikimi juaj na ndihmon të sjellim edhe më shumë histori të dokumentuara dhe të pathëna. Në faqen 55 të veprës Genealogia del Imperatori Romani et Konstantinopoliani, autori shkruan në italishtën e vjetër të shekullit 16. E që në shqip përkthehet: nga shtëpia e muzakajve ka zbritur Vojsava, e cila ishte bashkëshortja e Gjon Kastriotit, zoti Krujës dhe i kontantit të quajtur Emathia. Vetëm një fjali, por brenda saj fshihet një fakt me rëndësi të jashtëzakonshme. Vojsava, nëna e Skënderbeut, ishte një visnike shqiptare e familjes Muzaka. Për shumë vite janë përhapur teori të ndryshme mbi prejardhjen e Vojsavës, disa duke e lidhur me zona të tjera të Ballkanit. Por kjo dëshmi e Andrea Comnenos është një nga burimet më të hershme evropiane që përmend qartë emrin e saj dhe origjinën e saj. Vojsava Kastrioti, përpara se të bëhej bashkëshortja e Gjon Kastriotit, i përkiste shtëpisë muzakajve. Një prej familjeve më të njohura feudale shqiptare të mesjetës. Muzakajt sundonin territore të gjëra në Myzeqe, Berat e Mëgjer dhe kishin një ndikim të madh politik, ekonomik dhe kulturor në gjithë Shqipërinë e Jugut dhe qendrën mesjetare. Ky fakt tregon qartë se martesa e Vojsavës me Gjon Kastriotin nuk ishte thjesht një lidhje familjare, por një aleancë strategjike mes dy dinastive shqiptare. Muzakajt janë një nga dinastit më të hershme shqiptare të dokumentuara në burimet perëndimore dhe bizantine. Ata shfaqen për herë të parë në dokumente të shekullit 13, kur zotëronin territore të rëndësishme në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut. Në shekullin 14 Muzakajt kishin ndërtuar një sistem të fuqishëm feudal me lidhje të gjëra diplomatike, përfshirë edhe me familje perandorake në Konstantinopoj dhe mbretërinë e Napolit. Nga ana tjetër, Kastriotët ishin një familje e fuqishme në veri, me qendër në Mate Kruj. Martesa e Vojsavës me Gjonin bashkoi veriun dhe jugun shqiptar, duke krijuar një bazë të fortë politike që më vonë do t'i shërbente Skënderbeut në luftën për liri. Kjo ishte një martesë tipike e aristokracisë mesjetare, me qëllime politike, territoriale dhe ushtarake, por mbi të gjitha ishte një bashkim shqiptar me shqiptar, që erëzon çdo pretendim për origjinë të huaj të nënës së Skënderbeut. Është e rëndësishme të kuptojmë edhe kohën kur është shkruar kjo dëshmi. Andrea Comneno botoi veprën e tij në vitin 1551, vetëm 83 vjet pas vdekjes së Skënderbeut. Në atë periudhë, kujtesa për figurën e Skënderbeut ishte ende shumë e freskët në Evropë. Ai kishte qenë jo vetëm një udhëheqës ushtarak, por edhe një figurë ndërkombëtare e kohës, aleat i fuqive perëndimore në luftën kundër perandorisë osmane.
Autori Andrea Comneno vinte nga një familje aristokratike bizantine që ishte vendosur në Itali pas rënjes së Konstantinopolës. Ai kishte si qëllim të dokumentonte lidhjet gjenealogjike të familjeve fisnike të Ballkanit dhe Evropës lindore me perandorët bizantin. Dhe në këtë kontekst, ai përfshiu edhe familjen Kastrioti si pjesë e aristokracisë lindore. Ky fakt është jashtëzakonisht domethënës. Në sytë e një aristokrati të rilindjes italiane, Skënderbeu nuk ishte një luftëtar lokal, por një pjesë e trashëgimisë fisnike evropiane. Në tekst, Comneno e përshkruan zotërimin e Gjon Kastriotit si Contado detto Ematia, kontati i quajtur Ematia. Ky është një emër i lashtë që vjen nga tradita klasike romake dhe greke dhe përdoren nga humanistët e rilindjes për të treguar krahinën e matit në Shqipëri. Ky detaj i vogël dëshmon edhe diçka tjetër. Territoret shqiptare kishin emër të njohur në hartat dhe dokumentet e kohës dhe nuk kishin toke pa njohur për Evropën. Në shekullin 16, autor evropian i përfshinin toponimet shqiptare në sistemin e tyre gjeografik humanist, një tregues i rëndësishëm i njohjes ndërkombëtare të vendit tonë në atë kohë. Nga martesa e Vojsavës me Gjon Kastriotin lindi Gjergj Kastrioti, i njohur si Skënderbeu. Ai nuk ishte thjesht një udhëheqës lufte, ai ishte trashëgimtar i dy linjave fisnike shqiptare, Muzakajve dhe Kastriotove. Kjo e bënte ato jo vetëm një figurë me legjitimitet ushtarak, por edhe politike diplomatik. Familjet fisnike në mesjet kishin rëndësi të madhe në aleanca, marrëveshje e qëndrueshmëri shtetërore. Dhe Skënderbeu, si biri dy dinastive, përfaqësonte një bashkim simbolik të trojeve shqiptare. Kjo trashëgimi fisnike ishte një nga arsyet pse ai fitoi respektin e princërve evropian dhe arriti të krijojë aleanca me fuqi të mëdha të kohës, si Venediku, Napoli e Papati. Sot vepra e Andrea Comnenos ruhet në disa biblioteka të Evropës dhe konsiderohet një burim i rëndësishëm për studimet albanologjike. Ajo është dëshmi se Vojsava ishte shqiptare dhe se dinastit shqiptare ishin pjesë një rjeti më të gjerë fisnikërie që lidhej me perandorinë bizantine dhe mbretëritë e Mesdheut. Një dëshmi e shkruar në shekullin 16, vetëm pak dekada pas jetës së Skënderbeut, ka një peshë të veçantë historike, shumë më të madhe se interpretimet e vona të shekujve modern. Në një kohë kur historia shpesh është përzier me mite, politika dhe keq interpretime, burime të tilla na japin fakte të shkruara nga vetë epoka që flasim. Dëshmia e Comnenos nuk është thjesht një legjendë, është një dokument i shkruar, një dëshmi që vendos emrin e Vojsavës aty ku i takon, në gjirin e aristokracisë shqiptare. Historia e Vojsavës është një kujtesë e fuqishme se rënjët e Skënderbeut ishin të thella në tokën shqiptare. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar legjendar, por edhe një bir i një linje të lashtë fisnikësh shqiptar. Kjo është pjesë e historisë sonë kombëtare, një pjesë që duhet ruajtur, studiuar dhe treguar me krenari. Shkruani në komente, a i kishi dëgjuar më parë këtë dëshmi për prejardhjen shqiptare të nënës së Skënderbeut. Çfarë mendoni për rolin që luajtën Muzakajt dhe Kastriotët në formimin e një figure aq të madhe kombëtare? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.